A bën njëri pare të bo muzikë në Kosovë. Si publik, gjithmonë kur e shohim jetën e artistave në Kosovë në rrjetet sociale, menojmë që u kënaqën. Pare shumë, pushimet shtrejta, kjerre që i sheh veç nëpër filma, karkaleca, midhje, e ti mendon që jetë hub tepër, e ka ardhur koha me knu edhe ti. Shumë njerëz mendojnë që artistat bëjnë pare për YouTube-s e Spotify-t e krejt këshyrin sa miliona views i kanë, por realiteti është krejt tjetër. E para, streaming ose Spotify pagun rreth $0.003 për një stream, e nëse një këngë ka 1 milion streams, artisti i merr rreth $3.000 edhe shpesh duhet me i ndo me label, producent, distributor, e nuk të met kur gjë hiç. E sidomos kur je artist i ri, e këto numra janë më shumë ëndra. E tu e di që shumica halojnë gojna këngë në YouTube, YouTube-a pagun edhe ma pak. 1 milion views munden me vlet vetëm $700 deri në $2.000, krejt varet se ku është i lokalizuar accounti. Pra, nëse një këngë ka 10 milion views-a, fitimi mundet me qenë rreth €10.000. Por ku janë paret për një me? Po normal që koncertet. Artistët më të mëdhej shqiptari marrin €6.000, €8.000 e deri në €12.000 për një koncert. Bile dikush edhe më shumë. Krejt varet sa i madh je. E nëse jeni artist që i bën 40 koncerte gjatë verës, mundet me mbri një shifër prej €200.000. Që t'ingllon tepër mirë, por si artist i ri në Kosovë është tepër problematike me thirrje në klub, që ti me mujt me performu edhe për çata pak fansa që mundesh me i pas, duke lindi një problem tjetër si mungesa hapësirave për me organizu koncerte për gjeneratën e re në muzikën shqip. Kur e arrin një farë standardi, vinë edhe reklamat, sponsorizimet, eventet private që mundesh mu pagu nga 2.000 deri në €10.000 për një postim, ose vetë sa me shku me udok aty. Pra përgjigja është po edhe ju. Mundesh me bo pare nga muzika në Kosovë, por ju nga streaming. Paret e vërteta janë në koncerte dhe në brand deals, e që kjo e fundit merr kogja shumë kohë derisa të vjen momenti me shumë punë për kushtim, tu mos u nal asnjëherë. Por ndryshe ma mirë është me u bë doktor, bile bën ma shumë pare se me muzikë. E masi veç i ke hik saj valle, bën e follower ban e fem në krejt rrjetet sociale, edhe subscribe në YouTube.